Një ditë dietari i madh Ebu Hanife kishte një debat të fortë me ateistët e kohës. Të gjithë ateistët kishin ardhur në kohën e caktuar, kurse Ebu Hanife akoma nuk dukej gjkundi. Ai u vonua aq shumë sa që ateistët menduan se ka frikë nga ballafaqimi. Në fund, kur erdhi Ebu Hanifja, filloi të kërkojë të falur dhe të justifikohej për vonesën. E gjitha kjo ishte planifikuar për t'i shërbyer diskutimit. Ai kërkonte me çdo kusht që t'i binte mbi ekzistencën e Zotit dhe këtë donte ta bënte me shembuj praktik. Ebu Hanife u tha: "Më vjen keq për vonesën, por siç e dini, unë banoj në anën tjetër të lumit e Ufrat dhe për të ardhur këtu më duhet kaloja lumin me lundër. Por në atë orë që do të vija unë, nuk kishte lundër fare, kështu që u vonova." Ateistët e pyetën: "Mirë, po si e kalove lumin?" Ebu Hanife u përgjigj: "Teksa isha duke pritur i mërzitur, me rrjedhën e lumit erdhi një copë dërase gjerë dhe e gjatë dhe u ndal para meje. Pas pak erdhën dhe 4 të tjera dhe u ngjitën me të parën, duke formuar një lundër të përshtatshme për të kaluar lumin. Por e pash këtë, u ngjita sipër saj dhe valët më shtyrën derisa kalova lumin pa problem." Ateistët i thanë: "Çfarë? A po tallesh me ne? Kjo s'ka pikë logjike. Çfarë janë këto fjalë boshe?" Por Ebu Hanife u ktheu: "Për Zotin, me këto që po thoni, po e pranoni vetë ekzistencën e krijuesit. Nëse ju nuk pranoni që një lundër të formohet rastësisht, atëherë si e pranoni që gjithësia që na rrethon të jetë krijuar rastësisht?" Ateistët eshtën dhe nuk folën.